Në fshatrat e Selenicës, ulliri këtë sezon ka patur një rendiment më të ulët se vitet e kaluara. Kë ka bërë që fermerët që merren me kultivimin e ullirit dhe bërjen më pas të vajit të ullirit të jenë të pakënaqur. Siç tregojnë edhe ata vetë, krahas prodhimit të dobët për blerjen e vajit të ullirit, mungon edhe tregu. Fuqimvlerëse vlerësojnë si një krizë këtë vit, duke mos justifikuar as pak mundin e fermerit i cili përkujdeset për këtë proces për gjatë gjithë vitit. Fermerët tregojnë se llojet e ullirit të cilët kultivojnë janë të një çmimi fare të ulët, rreth 800 lekë të reja shitet 1 litër vaj në këta fshatra, një çmim ky i konsideruar nga fermerët për këtë produkt bio si tepër i ulët. Ne prodhojmë vaj ulliri. Vajin e ullirit. Prodhimi njerë këtë vit si ishte? Prodhimi është i dobët, puna edhe kemi probleme të tregut që nuk të rriqet vaj. Fshatarët janë në krizë, kërkojmë ndihmë, po të gjithë kanë apak dhe kanë probleme me pagesat, kërkojmë ndihmë që të vi tregu të blejnë gjithë ata që nuk kanë vaj ullirit, të vinë të furnizohen në fshati Kropisht. Fshati Kropisht është nga prodhuesit më të mëdhenj të vajit në këtë zonë, po tregu mungon. Cilësia e vajit është, vaji i ullirit është cilësia del nga vaj. Dhe vaji del cilësia e mirë, kur mblidhet mirë, mblidhet shpejt, përpunohet shpejt. Çfarë lloji ulliri është? Ulliri ne kemi lloj varieteti, korronej, kalinjot, nga cilësitë më të mira. Më i tërhequr është vaji cilësor, vaj pa ile, vaj pa dallavere. Po që flasim sa çmimi. Fshatarët, momenti është 8.000 lekë, është shumë pak për mundimin për fshatarin, po edhe me 8.000 lekë nuk të rriqet. Nuk të rriqet. Ka dhe vaj të vjetshëm të vit? Vaj të vjerëm nuk ka mundësi të ndërhyjë të vinë në fabrikë dhe të dalë nga fabrika. Vaj i vjerëm ata që e kanë e mbajnë në shtëpi. Ndërkohë ka vlera ushqyese të larta besoj. Cilësia është nga më të lartat, problemi është tregu. Ja delni do të mbijetoni në këto kushte? Mbijetesa nuk është ajo që të mbijetojnë fermeri, se kam punuar çdo familje në fshatin Kropisht ka 500 jemi rrej ulli dhe nuk është ajo pyetja që të mbijetoj, po duhet të jetoj mirë. Ulliri ka një njotë si vjetë nuk ka. Ai frantoj prap ashtu dobët si vjetë, edhe s'ka filluar akoma për të vjel. Si ka qenë prodhimi? Dobët, shumë dobët. Dobët. Çfarë ka ndodhur? Thatësirat e pasaj me vit e prodhon ai, një vit prodhon, një vit s'prodhon. Ja, kështu, dobët. Sa ka shkuar litri vaj? Me të dëgjuar sot televizor me 8.000 lekë kilja. Ja dini do që të... Nuk ja dalëm do të, 200.000 lekë pension që marëm ne në fshat, nuk përballojnë. Kosto e madhe, do me nuk përballohet? Nuk përballohet. Sa do punëtori ta vjel, sa do fabrika, sa do transporti, edhe del me humje. Ku e shisti? Ku? Në për familjet, në për miq, në për shok, ku dhe shes? S'ka. Sa rri ulli ka? Kam 200 rënj. 20 rënj? 200, Sa po. më të prodhosh? Si vjetë s'kan. Fare? Po, hiq fare, pak. Vetëm për familje? Po, vetëm për familje. Por edhe për vetë administratorët e fabrikave të cilët prodhojnë vajin e ullirit, këtë vit ka patur rënje të prodhimit. Megjithëse ata tregojnë se vajin e shesin edhe në qytete të ndryshme të vendit dhe eksportojnë jashtë vendit, sërish kjo rënje prodhimit ka ndikuar drejt për drejt tek këta të fundit. Tani është korronej, është edhe frantoj. Kalinjotin patjetër, po kalinjoti është tradicional, është diku te 1300-1400 vjeçar tek ne. Cilësia e vajit sot si mund ma përshkruar? Po cilësia është ekstra vergjit, sepse e marrëm ulli të larosur një, dhe dyta e bëjmë me grad të ulët, me vel 22 deri 24 gradë. Ka treg? Po patjetër. Ju e blini ullirin besoj nga banorët e fshatit? Nga banorët, po, nga fshatarët. Eksportojnë jashtë? Ku e shisin? Eksportojmë jashtë, po shesim këtu. Kryesisht Tirana njërë që është shumë fare. A ka të prodhim sot? Si vjetë jo shumë. Jo shumë. Ka rënje? Ka rënje, patjetër. Besoj se ja dini me klientët që keni? Patjetër, dhe janë shumë të kënaqur. Në procesin e kultivimit të ullirit dhe prodhimit të vajit të ullirit, ka sot në këta fshatra dhe mjaft të rinj të angazhuar. Ata tregojnë se këtë profesion e kanë të trashëguar brez pas brezi, teksa e shohin si një punë të përditshme dhe pse jo, angazhim të së ardhmes.
E kam dhe trashëguar, po dhe e kam dhe si pasion, e kam qejf që ta bëj. E ke përvecuar sot, domethënë a rin që të merresh me bujqësi? Ashtu, me ndihmuar, me të bërë punë. Është profesion i vlerëshëm për ty si i ri? Besoj se po. Rënje të prodhimit të ullirit, e cila ka ndikuar më pas në uljen e sasisë vajit të nxjerrë prej tij, raportohet se ka patur edhe në bashkitë Vlorë dhe Imar, të cilët i përkasi rrethit të Vlorës, si dhe në bashkitë e tjera në rang qarku. Ky është një fenomen i cili këtë vit faktikisht po vjet re në të gjithë vendin.